Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtemi nga unë Dorun Tina. Ndodhemi sot në komunën e Gjilanit, fshati Velekinc. Me fillim të fshatit, pse kanë vendos tabelen mu në pjesë të trotuarit? Hajde po hym drejt fshatit, po e komentojmë, po njoftohemi me banorët, me veçori që i ka fshati, e shumë qka tjetër. S'po pëlqen fillimi fshatit Mbeturina, shefeni, por nuk po i fajsoj banorët në këtë rast, me që jemi në rrugë kryesore, edhe kalimtarët kështu gjatë rrugës munden me hedhë Mbeturina. Nuk du m'ja vendos piken, kam dëgju se është fshat shumë i mirë, njerëzit janë shumë të mirë dhe mikprica. Pa me orë në Gjilan, e mos me qenë njerëzit mikprica, nuk e di qysh mo. Pas ka një autoservis, ndot me cek me që jemi në rrugë kryesore lëvizje ka gjatë gjithë kohës me shpejtësi marramendse. O njerëz, kujdes shpejtësin. Mendoheni që ju pret dikush në shtëpi. Fshati për ndryshe e ka një pozitë interesante. Kemi një rrugtim të gjatë sot, me që fshati kam dëgju se është i madh, por mbetet me u pa kjo minutat në vazhdim. Çka më do të me komentu këtë shtëpi, disa se sem të po dhe mirë prej diellit marketin ka, po marketi pro i parë që po e takojmë në fshat. Kana që ta e rrugic është me fshatin, edhe ajo është me fshatin. Hajde t'ja japun një shikim kështu, edhe mos po e takojmë dike, në mënyrë që me na tregu për fshatin. Fillimisht e ka një natyrë shumë të bukur, po ashtu edhe ajri i pastër që t'jep energji, kohën e kemi shumë të përshtatshme, edhe po besoj që do kënaqemi sot për gjatë qëndrimit ton. Shtëpitë e bukura rend me rend. Në këtë pjesën këtu ka pastërti, shefeni, unë e cika krejt në fillim, nuk i fajsoj banorët me që është rrugë kryesore. Shtëpitë e bukura këtu ande, apo të pëlqejnë? Ata më talë që me qëra. Po duket me qenë një qetësi, kështu, qetësi absolute, e them çdo herë, por e bëjmë në atmosferë, kështu gradualisht, dal nga dal. Do mundohemi me taku sa më shumë banor, se po kënaqemi për besa dhe kur po takojmë, po na ecë dita mirë, po kënaqem muhabet, edhe pse ju me unë njoftu me gjitha fshatrat e bukura që i ka vendin. Shefe sa u bërri bukur pastër, çka nivel. Nduket që këtë rrugë e mura koti kështu, se po e shifni është shumë qetësi, por që e rëndësishme është me i ka pamjet me ka mirë gjithandej fshatit, kështu mundohemi çdo herë. E gjuje topin, ku e kam koshin. Hajde onde e qesëm një luj, në bërë të huj, hajde se s'ka lidhe. Valla e kam kome në drejnë. Hajde, qysh dhe me thonë paset ma, pasama, qysh, pasaj e po. Ose s'kem qa me bobili lujmë. Llogarit montazhës sa i shkojmë nerva, na të lujt, ata do të me na këqyrë gjithçysh. Era pak ka fillu kështu me fry, po inshallah nuk ja fillon tamam për një me qysh din, se e prish muhabetin. Po që këto jenë punë të Zotit. Kjo po duket që vetë sa ka një shtëpi të re, e gëzof për nori ri. Hajde mëre Gjilani, mëre po ju ka Dorun Tina, mëre Gjilani.
Velekinca. Për çka njihet ky fshat? Sa emër interesant, se di realisht hiç për këtë fshat, por emri se si i ka mbetur do të më pyet dikë. Tjegulla Qeremide. Tjegulla Qeremide është njëjtë. Gjelat, vetë gjelat po njihen. Siguria edhe në përpuna, jo me siguri, po. O sa e bukur është kjo pushimurja, është pushimurë se shumë gjillë sot, derisa po afrona. Edhe shtepin e bukur, po që po duket me qenë ndonjë mërgjimtari se nuk ka asnjë shenjë jete këtë. Do drujëm ty, po. Ose ndoshta nuk janë këtë. Kamerat që bëjmë ndër. Përshëndetje me qëtë mi, edhe kjo shtepi e bukur. Në përgjithësi Gjilani fshatrat i ka shumë zhvillume. Më pëlqen sa herë vinë në Gjilan, në çdo fshat kom kalu mirë e ma mirë. Njerëzit kanë qenë se cili ma i mirë se tjetëri, ma mikprec, edhe janë shumë dashtëm. A e ka për këtë shtepi? Kur i them ondit, fokus këtë shtepi, atë shtepi, e them se e mendoj mos është ndonjë mërgjimtari dhe i bëhet qifi, normalisht kur të shen shpinë edhe ka prej atyne që më shkruajnë shumë. Ma kështë kap shpinë, faleminderit, veç kujdes. Do thotë vetëm për një pamje sa janë falenderues. Po munduhemi, ta ashti, a jem të po një banur. Ashtë orë drejt, nesh, ju të shku. Hajde për ma shpejte. Të nëzajmi, bre. Fshati është shumë interesante, shef një rrugica. Kjo pjesa është bukur e lodhshme kështu me ecë. Bubi vogël. Bubil shoqiken. Se di, a egziston ai njëri ma shumë që tutet prej qenëve sone. Po kënej ka s'po hinë dhe vetë, po harrej krejt që tutna. Ishë kërë po më dolin. Fokus, lutem. Leje durën se ju këm bo baja të mpo, këtë kohën. Ja, pres po besoj, ja. Si jeni, ajni lodh? Mirë falemderit. Puna mbarë. Si jeni, ajni mirë? Si je? A je mirë? Apo ju pengojmë, Dorontina jo? Jo. Kemi orë sot me ju gjëru në fshatin Velekinc. Fillimisht fshati komplimente, shumë i bukur. Po. Më ka pëlqy shumë. Shumë mirë. Po, për çka njihet ky fshat? Si bëhet jetesa? Sa është fshati i banuar? Fshati është i pastër. Sa përket kështu po mendoj, fshati është më i vjetër se Gjilani. Po. Që to kështu. Është braktis? Po ka dhe braktisë shumë. Gjëna, pasha sotën. Me lonë gjithë këtë fshat, këto shtepi të bukur atë kujtë janë? Mjetën. Këtë juvet? Këtë mjetën. Halal. Ke punu vetëm Kosovë, e ke lonë vendin do njëherë? Dy djemë shtim kanë shku në Gjermani atje. A i ka ndërthu djemë ta ju? Po, ja, unë i ku marru. Halal. Unë i ku marru, po këtu. Të të rjetë, po. Dy kom Tre Gjermani. djemi kia dë? Trej kom. Një kom këtu në polici, dy kom në Gjermani. Shumë mirë. Qa ishe të punu tash me këto boqa? Po A ju thoni boqa? Po boqa që, në vërtet po e kom shparetin me drumë, përshe? Në këto unë fash mes me hinë shkallë dhe hinë atonë, kom ka po drumin ato. Ose dhe bërtet gruje me bo? Jo, si jem na jemi të normë, jo për ato. Po drejtë me të thonë se, ati këtu ka shkallë, e su përkaloj tani, po për të me kalu, shkojnë e thonë ona sjetas në thonë. Shumë mirë. Me qa po mirën, qa po punani? Po vallaj. Po vetëm ka shpia? Vetëm ka shpia që momentalisht në kom punu në kombinat tekstil në Gilan. Po, 16 vite dikun. Tash ka shpia. Po, tash ka shpia, kom punu dhe me trektika pak tani, mos si shku në djemë të që më shtu. Ka shpia, kujdes. Po të mirë i paskët. Po. Ka shpia modok, nuk ka keq. Po. Banuret kujshia si janë? Mirën, shumë mirën, shumë Qa e mirën. kini atëzotni? Kushi e kemi tonë, ta këtu jemi kret një vëlla jemi. Si ti ishte poshtë për atje të ki, që është më thonë, Vllazni Lak, nuk martohemi në mëzveti. Se jemi, ja e shërë, po. Për rrugës kryesore që i lëshku të poshtë, këtu një vëlla, një gjak. A Velekinca që tashtë, është katu fshati, maj vjetër,
Para Xhelonit këtu, po. Se më thanë që këtu munden mu martu, jënë shumë të ardhur, për atë mendova që nuk martonin shaj respekti, por që ju që keni nga një vllah. Jo, nuk bëhet martesa këtu. Jo, të na jo. Se këtu një vllar. E tjerë nalë të shkolla që... E nga sa lagje është i bërber fshati nëse dini më Kështu tregu? për shembull, këtu jam një 3 janë. 3 lagje. Po. E numrin e banorëve e dini? 4, po, a? Numrin e banorëve a e dini përafërsisht Po, brenda fshatit sa është momentalisht? 140 shtëpi këtu. Ke Kështu, pjesa. veç kjo pjesa poshtë është 140, mund me dalë 150 që janë ndërruat 3 po më këtu fshati është i pastur. Ju lumë pastërtin e ke shet. Ja, pastërtia është nivel shumë mirë, bojnë këta mërgjimtarët paguajnë. Po, paguajnë personin, po. Punëtorin që e pastron, po, rregullisht. Vetëm Mërgota apo dhe ju banorët bashkangjit? Ja, Mërgota. Vetëm Mërgota? Ja, valla, vetëm Mërgota. Respekte. Ju lumë, se pyta një banora im tha që banorët e paguajnë. E pyta dhe për Mërgotën? Jo, valla, Mërgota. Se ma mor mendja se në Ja, Mërgota. Thuja se në çdo fshat Mërgota e kryen këtë pjesë. Kështu që është shumë e mirë. Ja, Mërgota kejte kujdesën për to, pastrojnë këtu rrugë të senë. Na i më bëjnë gati si cili para shtëpisë vetë e pastron. Po, pastron. Edhe për fund a ka diçka në fshat që ne nuk e dim, por që është e rëndësishme për publikun, me njoft ende ma shumë Velekincën. Po shka duhet, s'u di shumë... Histori, Sa përket historie... ka njerëz që kanë dalë nga ky fshat që sot janë profesionalisht arret shumë. Ka njerëz janë shku në për Gilan, në fshatit tonë janë shku si dhe mos në Gilan. Dhe gjithë ata njerëzit që janë me profesione Po, nuk profesione janë jetojnë. dalë më herët, pak më herët, ju ka konvenu që është kanë dalë herët. E këtu veç kryesorë ka tunë është i pasër, po të bëndojnë diçka të keqe s'ka këtu të na. E do është me jetu me punu mundesh. Gjindesh dhe që shën Me katon. punu, si dush me punu, se të ka punë. Shumë. Po. Unë ju falendroj për kohën, Faleminderit ma bon ju. halal, Jo, se jo s'ka mora problem, kur du, pruhen. si doni edhe mrena. Faleminderit, e di Gjiloni. Edhe pse jem të një nuhe, ka Edhe na friqis. jemi me Ramazan, po harroj, po thëmë faleminderit, po harroj me cek që jemi me Ramazan, e di që Gjiloni janë shumë mikprica, edhe mo. me zipres me morë rrugën për Gjilan. Faleminderit. Mirë si ju gjetëm. I saktë, Mirë jeni me shëndet familje? mirë halal në përdor. Shëqër, Po zotit. shumë i kretë mirë jem, shnosh për ju. Mirë edhe na, shnështë Që po rahat. kalan, Shumë mirë u knaqem. shësër mirë. Jo qa po bëni, qa po punoni, qa po vyni. Jo më sigurim me një ndërmori jem. Qa isha të punu këtë? Po isha të sëra makinit, ujtë janë gjithë një vërstrejve. Aha. Apo keni probleme uja? Po ish, asë dishe me thua, e nënë në qësën veç. Se e kanë rritë, i kanë rritë këmore, kanë rritë qëmimi për fjetë, për qështë. Po. Për me lau, për me lau për bënorit në labi, Shumë kja mirë. me të mërë në labi. Banorët qësh janë? Mirë, shumë mirë. Apo ju nguckosh? Jo. Ju jeni kështë njerës qetë, dëbut. Kush është aje gruja? Hajde, flasëm pak. Hajde se po e di se po ki qef me më po. Hajde. Po, a në që dhënë përshëndit, a më falë vish 1 minutë. Po vore nuk është. Ha? Me të mira. Isha duke i pytë për banorët. Po, parafërsisht, Nëse dini me më tregu sa është numri. po numri bashkë, numri sakti Sakt, mund është banorëve. ndoshta me ditë, po? Nuk mi me ditë veç. Përafërsisht. Veç për me shpi ka në 24 shpijar. Veç kjo logja këtu, a komplet Velekinca Se, me jo. 10 e me 3, Jo, veç lagja vjetër. veç logja vjetër ofer 100? 140 shpi, 40 shtëpi. për Shumë mirë. 10 Pas të pari. Po, përafërsisht. Po, parafërsisht stilë që të pari. Jo, për banor, Mashallah, nuk, nipi. po nipi. E ta rujtë zoti, e u kënaq. Tu. Pa bashkë me ty isha ardzu që ty isha knoq. Zemra, mashallah, ja ka dhe zë dhe dritët makines, po më duket. Po, s'ka lidhje. S'ka lidhje, bab gjësh është Po. që të mi hyp
Sen si bon. Qartë. Po i dënim duket ma shumë nipa të mbesat se djenta. Ma shumë, po dashin nipi e vesë se djallë. Se s'keni pas kohët herë shumë me u marrë me Po, fëmijë jo? qartë. Është dash me dalë me punu, Qartë, e tash pak i keni bo senet në përgjithësi, këtë Po, babgjysha. qartë, Shumë mirë. qartë. Sa i bone, sa nipa e mbesa i keni? Po një fa një mbesë, le jënë që le jënë dalë, jënë për mi shpijën të një shli. Shumë mirë. E pse fshati kaq i madh dhe kaq qetë? A janë për puna? A janë të lejtë? Jo, shumica janë dalë jashtë, shumica janë jashtë, qashtu. Qa me ndëm, pse po praktiset fshati? Pa i praktiset fshati se pa punësi, Që një djallë e ku pas të bove që ti në këndër frekraci. Atje shumë shtretit madhe. Në si pagujnë pëntor, te ka i këpë atje në këto e qështje që po pritë këto. Qa me ndën, a kanë me umbush fshatrat në një të ardhme? A kanë me umbush? Balaj. Sa mërmenja? Jo, s'pa mërmenja. Se veç e kryojnë atë jetën në rrethën edhe është problem. Qashtu veç. Po, diçka. E, mashallah, po energjik. Mashallah. Unë ju falenderoj, nuk po ju marku më shumë. Ishte shumë kënaqësi. Ditëryrë, po, së të këne i kohë, Jemi me Ramazan, Zoti ju dhosh bërë qetë. Është kënaqësi, faleminderit shumë. Ditëryrë, pra, faleminderit. Çdo të mirë, respekt. Faleminderit që na i hape dyrt. Diçka, jetë mirësallë, kur t'kini E kohë, vlerësoj, faleminderit. kur t'kini kohë, jenë mirësallë. Zoti ju rujt, çdo të mirë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Kështu pra janë njerëzit në Gjilan. Nuk kam faj që du me orë çdo ditë në Gjilan, po i kam edhe komuna tjera. I kam edhe komunat e tjera, por që bët shumë qefi, që ka ende shumë si kjo familja këto. Ka shumë, madje shumë, kër e them, se në Kosovë njerëzit me të vërtet janë mikprica. Deri me tashun nuk kom hasë në ndonjë familje, që më thot jo, të pakten edhe nëse nuk kam pi kafe, si të masën këtë muj, është në më një mrena se nuk pi kur gjo, po që na i kanë hap dyrt, falendruese jam gjatë gjithë jetës. Hajde kapi pula ta ndi ma mirë se me më kapë mu. E kje pjesa kënej që pas kam betë mëre kështë, kapi edhe pak pulat, ma ndej shefeni. Edhe një pjesë tjetër e bukur e fshatit, ajo rrugica atje po duken me qenë 2-3 shtëpi, do i keni pamjet me drën, sa të mundemi. Por që isha duke bisedu të ju tregu për këtë pjesën, po duket kështu që e kanë lënë batall, pa shfrytzume, edhe pjesa e ujtë pas ka mbulu, siguri është punë private, derisa të shet ose të ndërton diçka. Pas tërti ju lumt. Vërtet jam kënaqur sot në këtë fshat e Velekinca. Ju lumt banorëve të cilët e ruajnë fshatin, i lumt punëtorit mirëmbajtësit pra që e ka për detyrë edhe shumë respekte për mërgatën që kontribon sa i përket paguan mirëmbajtësin edhe normalisht është gjendja si është një shembull shumë i mirë që në çdo fshat duhet me qenë po i njëjti sistem. Me mirëmbajt fshatin aty ku rrin, me mbajt pastërti. Hajde, vazhdo. Faleminderit. Që të një nesh ma bon, ja? Nesh je dhe u kry ma bete. Faleminderit shumë. Ndërum si jeni? Mirë. Qish po kaloni? Po, alhamdulillah, për të mazë Allah mirë. Shëqër, vjen mirë. Ja. Banori Velekincës. Velekinc, që të jetu mirë. Jëmë konë i desëvojësës, për desëvojësës e mëra në Velekincë.
Ma mirë atja këtë? Unë për jeti për flasë, mu më pëlqen venja gje shkakti natyrës. Se ku gje pranvera, ti mytera pepenve lullave, knasën. E këtë? E këtu, manësh. Jo, dhe këtë po duket fshati kështë me një natyrë të bukur. Jo, e ka natyrë, për nuk e mo me pasëtin. Ti me shku ma poshtë, sa najloni, sa beteri, edhe ka njeri, ka njerë me dhanë mujtë, jo, s'po vjene në bortajmë, s'po vjene ka kënej me pasu, pa ja borës sa pasën. Normalisht. Pasuat Rrugët e fshatit. Rrugët e fshatit. Edhe ku kusë në ka parë, u thash qërë, kur njerë e dy jepi, vestë pasuat veni. Edhe me taj, rametlia sërnoj shumë diqë. Nga rrjedhe emri Velekinc, si e ka marrë emrin Velekinc? Emrin Velekinca. Si ka mbet, nëse dini me më tregu? Ja, ty vendisha më të kalzu. Një emër interesant që ju pyta për atë. Jo, ty vendisha më të në. Atëherë po kalojmë te pjesa fshatit. Për çka njihet? Në ndonjë veçori që e ka fshati, sa është i banuar, apo sa është braktis, të e marrë parasysh si shumë Po, fshatra tjera, po. Po këtu këtë jenë të arë. Nuk jenë Venalia? Ja. Nga Kanort? Kanë orë pe Meqibovës, pe Kokës, pe Velleglasë, pe Desëvusës, pe Laçi, pe Kasmusit. Veç më hik, me pas mija vetë që me pas e këni jetë mirë qëto. Sa gjenë katon, janë bëkatis gjinja, janë largu. Me dalë të në Desëvusë, po në ashtu shqipja kur me dalë, qëtë në gjena i venë këtë shpjesë pasta. Kur që tash është bo, po besoj një mahall e mirë kështë, a? Po, kur po blesk me i pas asë me një, asë kur. Martesat a i bëni? Martesat? Me ta? Po, me banur. Po, Jo, mundin me martu, me që jeni tardhëm. Jo, këtu tardhëm po. Po, mund së martesëm, se janë i Velleglavë, na jemi dësuet, na bjenë. Po. Arsyeja pse është braktis fshati? Po, u braktisë, ku me ne këtë? Punë jo, a i ma ka bolë banë me shku a gjë me punu, që edhe këtu ka punë, ma ka bën me shku në jashtë përëndim, edhe si e së në kuzë, se kujtojnë që Gjermania ka pare, se që ka ki pare. Më së kujtojnë se algje janë sa në shrejta. Banesa, hamja, pimja, tu, a jetë zëra jetë. Do shta ma shumë fitim na, ha? E këtu ma shumë merë, edhe i merë pasë. Po, rënia po kanë qështë. Fshati sa është i zhvilluar, sa ka kontribu komuna, sa është marrë me këtë fshat, apo nga vetë banorët? Ka diçka që duhet me pas me pa tjetër fshati që nuk i ka momentalisht? Pa, edhe aja mund së me zba. Shkollën e kini? Shkollën e kemi, veç që shkollë që e kemi. Që tjetër, a? Ja, tjetër, ja. Edhe balë fshati i madhë, po një ballon dhe diska. Po se kemi larga ballon të që në qeshë mja. Atë se kemi larga. Mirë. Me rrym, po keni probleme? Jo, me rrym ja se është arbini. Po du me hitë ka politika pak. A ban? Hajtë, dy fjallë shkurta. Dy fjallë shkurta, për pëse. Qëre, se na këtë jemi një bromë. Po, 2-3 parti s'kam punu heqë. Ama heqë, kam këshyrë, këtë që më shprejë, edhe tukën e hëma. Si ka një baba Arbin, Pse mëre, Albin baba jem sështë. ja, qëre. A di shka? Baba i bjen politikan i fort. E kuptoj. Se kjo është i ri, po me thonë. Ma knejp, shkoku. Që tëoni, që? Janë. Shkoku i kamerës. Baba Arbin nuk i bjen po i bjen baba Arbin politikan i fort. Ky on gjendje Banesko. A mund me ble ky Banesa? Ja, Banes jeta. Lëm nëna, lëm Kosova që ka. Se unë për veti këta, për pare jam kanë me PDK-n, po kur halën që kom po. Kur, heq. E këti po jashe halën? Ja, Allah, po, ja, që ta kanë më nahy penzijat, jo penzion, po, Allah, inshallah, erun Allah, inshallah, po nuk për e një. Inshallah, kush përna në erun Allah. Inshallah, amen, inshallah. Na bën halal si ju ljodhe. Ja, ti vetëm, se besu për që ke dalë, unë rri edhe 1 saat e 2, për ju.
Ja mirë njose, faleminderit, respekt, shëndet. Ja, ju inshallah kaloni mirë. Ku ti shni da një që bon da njëga. I që se e shanë kuj bëja me të. Vjen keq edhe se i këni profesion këtë punë. Faleminderit shumë, ku me mbajt mend. Ja, faleminderit. Është këshillë e mirë, Ka datë faleminderit. se një qik, një mese kom një katyje. Ela. Atë një? Vesh të bëj kam me do cirka. Me sigurim Kuj, një. pikaj ti? Nga Istogu, Stuve ku jetën? Prishtinë. Prishaj. Një ndoshta mbas të emisionit se kështu E, jo. basë misioni, ta bëj kam me do e ti se poshe. Përshëndetje nga unë, Faleminderit se shumë. nuk e kum po. Ja. Faleminderit, edhe njerë, hira trit. Faleminderit shumë. Miqtë e mi, tash ndodhemi pranë objektit të shkollës, pra shkolla fillore këtu në fshatin Velekinc, ndërsa e mesme është në qytetin e Gjilonit. Ku ndodhemi këtu nuk po m'pëlqen infrastruktura, shefeni ka qarje, përveç kësaj mbushur edhe me ujë, në kohërat kur ka reshet mdoja të shiut e keni parasysh se si bëhet këtë, me që dhe rruga është kështë të poshtë. Por që po m'pëlqen pastërti gjithandej, o burri është shumë i bukur, i pastër, në këtë kuptim po e them, nuk është që pas ka ndë një fush sporti, a e ka tje? Atje, po, tash jem të e po, hajde veç po ja jopëm një sy kështë, me ka mborë, thot një i rrshet, po midis pranverë, pa borë, me rrshit, kje veç të unë ndodhë. Objekti duket me qenë pakëzi vjetër, ku e di unë kur është ndërtu, po besoj me njëherë mas luftës. A ka ujë kjo? Ko që ka shtrengu bre. Yes, ko shancë. Ha? A dyjëna? Ja, kjo këtë është thotë. A na fletë më rëqaj? Përshëndetje! Apo vjen veç pak? Mos t'i pengojmë në zonë sa të në proces më si murë. Mos t'i bojmë zhurën. Si jeni? Si je, Dorontina? A je mirë? A je lodhë? Qësh po kaloni? Mirë, Jeni punëtor këto, brenda objektit? po, Që sa punoni? që 33 vite. 34. Kishe punëtor 3 vite, 34 vite ofër. Po, ofër 34 vite. E kur është ndërtu objekti i shkollës? Po, ta shtejmë me vite ke. Nuk e, jo me vitin, bas luftës, po a para Po, luftës? është ndërtu pas luftës, dikon 2006. Po, Jo, s'ka rëndësi, vetëm 6. para ose pas luftës? Në Pas rregull. luftës, Qysh po ecë mësimi? mirë në rregull. Fshati, Velekinc, si është si fshat? Është fshat i mirë, probleme nuk ka diçka ku gjë. Aha, Fshat i vjetë, ndër fshatat më të vjetër në komunë Gjilanit. Fshat më të vjetër. Po, është fshat më i vjetër para Gjilanit, shumë vite para Gjilanit. Aha. Një si fshat për shembull është Velekinca, Novoberda, si në atë kohë mas. Fshati po duket me qenë shumë i madh, po se sa është i banuar. E kam braktisë fshatin, S'po di, dikon 70%, pjesa madhe jam këto. Po edhe pjesa shumë- madhe këtë. Një pjesë po, po edhe shumë ka ndalë jashtë. Po, aje pjesë që është po, aje pjesë që është brenda fshatit, me çka mirën, çka punojnë. Brenda fshatit, me bujqësi shumë pak. Ka 2-3 ferma, janë një 3 ferma me lopë. Kështu, me bujqësi shumë, toka mbillet, këta që kanë tokë, që kemë tokë, një pjesë, shumica janë të ardhën, nuk kanë tokë, ata vetëm sikur se në qytet janë. Edhe pse janë në fshat, jetojnë si në qytet, nuk mbajnë kur gjë. As luk, Gjitha të as blimi. pule, as kur gjitha me të blim. Po, ta që dikon 70% e kanë braktisë fshatin. Jo, Kanë- jo, jo. A jenë brenda fshatit? Po, brenda Nuk fshatit. Jo, po nuk tha 70%. Afër Këto thash. 70, po, Jo, këtu. jo, këto, nuk thash që 70% e kanë Po dhe afër 70% janë këtu. Mendova janë këto, Po, në mrenë. këtu, Në mrenë, në po rregull. nuk Një pjesë a ka dalë në Gjilan? A jetojnë në Gjilan qytet? prej fshatit. Po. Prej fshatit Velekinc ka, se Velekinca është dy pjesë, Velekinca e vjetër edhe Velekinca e re. Tash Velekinca e vjetër ka pak që kanë dalë në Gjilan. Tjetë janë krejt ardhën këto. Se para
dikun kur është bërë kolonizimi pas 1912-s, në shtavlen mu theksu, dikun i kam pruen 24 shpi. 12 shpi kanë qenë kënë Velikinës poshme, 24 shpi serbi kanë pru këto. Tash kanë ardhë, s'pari kanë ble serb një shmengull krejt, vetëm një shpi është këto, po nuk banan kërkosh serbe në Velikinës. Edhe tash ka fillu veç të për çdo vit ka të ardhë tjerë në Velikinës. O sidomos pas luftës kanë ardhë shumë. Kanë ardhë shumë në Velikinës me jetu shumë. Po duket me qenë kështë fshati për shtatshëm për jetesë, edhe po duket i bukur. Na ende semi hy krejt ashtu në fshat, por që nga povnja prej largo. E tash me ju pyet cila është Velekinca e re dhe e vjetër, a ka ndonjë tabela që shkruan që është ndarja? Po tash e na ngjit me Gjilan, po kjo to shtëpiat ku fillojnë poshtë atje, fillon krejt është Velikinca te xhamia është Velikinca poshtë, është xhamia poshtë, edhe Velikinca poshtë është poshtë te xhamia, ma vonë poshtë atë është lumi Marava. E gjithë Velekinca nxënësat vinë në këtë shkollë. Po, krejt, edhe për këtë pjesës në altë në isha kanë orë krejt vinë këto. Në pjesë është bile me Gjilana vinë këto në shkollë, po dhe njët si pjesë e Gjilanit. Po, numri nxënësa sa është, po shihet që ka numër bukur të madha dhe është nga zhurma. Po, numri nxënësa për afërsisht dikojnë me afer 500 diçka nxënëse, për 1500 diçka do të më konë. Nxënësa krejt me, se është edhe gatimorja këto edhe parashkollor. Një numër bukur i madh. Po, pasi ka në ardhen, shumë ka, pasi ka, nuk këna pas problem. Në prej klasë, çdo klasë janë për 16, 18, 20 nxënësa. Për shembull, Velekinca, thuhet Velekinca vendi i lekës. Thuhet është se lek Dogaxhini është prej fshatit Velekinës. Po, dikush thotë se është edhe leka i madh, ose dikush e përzihet me lek, dy varianta ajo. Dikush thotë leka i madh, dikush thotë për lek Dogaxhini se është i lidhur prej fshatit Velekinës. Edhe mbasta saj e ka marrë emrin. Po, soni kam pyet më herët për emrin nga Rrjedh, një emër interesant, po nuk është që e dishin historinë. Edhe një prej pleqve po flas fjalë që ka thonë edhe një më herët, thuhet se Velekinca u konën si ujëdhes. Te kaloja është kaloja Pogragjës. Te kaloja Pogragjës ka qenë ku aty ka qenë është qelë, se u konën mbyll të nalt. Ma vonë është qelë është prej, ma vonë është edhe uji ka shku kësa jonë. Përpara ka Dobërçalin ato ka kalu, ka hec uji. Edhe kjo pjesa këne ju konë krejt thonë ujë. Ka qenë ujëdhes, si Velekinca. Ama para sa vit, shumë vite, nuk jetë është ka 1000 vjeta. Parti jo që ju kanë tregu. Në kanë tregu, ama është shumë kohë e lartë kur ka qenë ashtu Velekinca. Edhe kanë hecë me bileth, ka thosë se me anije u dash me dalë, për shembull me shkuen te kaloja, edhe tash në bas të asajna edhe janë prodhu, thonë edhe velat, këto në bas të asajna e kanë marrë edhe si Velekinca si vela. Vela Velekinca. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Po. E falenderoj mësimdhënësin e kësaj shkolle i cili na dha ca përgjigje shumë interesante, na ka tregu shumë gojë dhe na, gjë që mu m'pëlqejnë shumë, me ditë kështu, se si ka qenë fshati, këtu e pas kam pas thuja se deti, po që tash e shëndru në fshat, kujdes sondi, amëre ondi. Që tash e shëndru në fshat, me përplot shtëpi, po ja u mbyllum derën. Faleminderit. Hajde po vazhdojmë, po dolëm ma në qendër të fshatit. A jem të e po një lapidor, po m'duket, hajde po afrohem. Lexojmë ma sakt. Vesh të kaloj tamam kështu. Po pra, të vrar nga paramilitarët serb. Janë 5 viktima, po besoj të fshatit, ndoshta edhe për rreth, nuk e kam këtë informacion, nuk e di, lavdi gjithë dëshmorëve, lavdi gjithë ata që kanë dhënë jetën për liri.
Pjesën a ne jem të i po varrezat e fshatit, edhe një tjetër market, shifeni fshati se sa i madh që është, miqtë e mi, po që ka me na zonë iftari, mu në Velekinc. Fshati duhet me cek, andi fokus, është i rrethuar nga malet, sa bukur që duket. Hajde po shpresojmë me taku më shumë banor. Nuk ja kemi fillu keq, të pakten dim diçka për fshatin. Kejt femna, sot në fshat më kam përshëndit. Respekt për gjinin ma të bukur edhe ma të butë edhe ma të mirë edhe. Edhe qa është kjo? Klesi, Niles. Pas ka mbyll. Tash edhe me që jemi në Ramazan, shumica e lokaleve janë të mbyllura. Por që, po qysh po mbyllëm edhe na veç, na dolëm punojmë. A, thot zoti kështu. Hajde. Po kus po më shkel një kerë pak, diçka me morë pak po shë mjekësor. A, po kalojmë në trotuar. Sa interesant, a? Kalojmë kështu. Autoservis Bajrami. Edhe kjo pjesa këtu, shifeni, nuk është në nivel, veç do të me pas kujdes, lëvizje ka shumë, krejt kohen. Përshëndetje! Po ku jeni bre? Si jeni? Shpejt! A ju pengojmë 2 minuta? Si jeni? Dorontina. A je mirë? Mirat, A je lotë që shpo kaloni? Mirat, ju sini? Mirë, faleminderit. Vetë familjen si? Mirë, krejt që nështë rahat. Shqyqyr. Të punu? Po, ka pak po pun. Është kjo e ju? Punëtoria, po e ju Po, një shumë është. mirë. Që shpo ecë puna? Mirë, shumë. Po Mirë. ka punë? Ka sa dush, veç a donë me punu. Qa më pëlqen këta njerës që e pranojnë, ka punë, ka fitim. E ja vallaj, po ka Pas- qaqe. Rinia që ashtu po kanë qef, po na jemi mësu, na po kemi qef me pas punë, Shumë. shnete, ta na mërinë. Po, tana. Ti Po? Shka e mundu të shka dole? Unë sot kam dalë me gjëru fshatin Velekinc. Velekinc, Po, shumë. me unë njoftu me banorët, me fshatin, qëfar fshati është, për çka njihni? Po, si fshati i vjetër, i katunit më të vjetër në komunë Gjilanit. Do me thonë, fshat i ka kushtet shumë të mira, jetesa është shumë e mirë, ta është më varet dikuna i pëlqen, do është ta dikuna jo, po Normalisht, cile ka mendimin e mendimin vetë? e vetë. Edhe dikush din me u gjind, me gjetë punë sikur se jo, Po, me punu po, dhe mos me faleminderit qëfë shumë, fshatin. shumë, po, e ku marrë që të pi, Që sa vite? që një 5 vite punoj, po kum punu në Gilan gati 20 vite, tu ja kum fillu që 5 vite që punoj. Por nuk është vonë. Kam shtu ndreqi do farmacina, teshave, tenve, shka me elektriki punoj. A keni dikon që ju ndihmon ai punëtor Jo, apo krejt jo, vetë? valla vetëm vetë jam. Djalin e kam në Gilan, po ai punon në Gilan, e ka punëtorinë veti, unë e kam qirë këtu në veti, tash. Cili shef? Po, qashtu po kemi qef, qashtu po Shumë kemi. mirë, po m'bot shumë qefi që keni arrit me kriju diçka t'juve edhe Faleminderit shumë për me juve. punu, me fitu. Po, pse po, jo? qëshjo. Momentalisht ndodhemi në Velekinc Në fshatin vjetër. Velekinc vjetër, po, po. Pisë se lagja është, e te poshtë është, te poshtë o Velekinca e moqme, do me thonë me vjetër. Po. Që A ma është vjetër. nga fillimi krejt e tabela ku kemi fillu, Velekinc e vjetër. Ja, pi këti venit, pi këti venit e te poshtë na jem Velekinca vjetër. E këtu për pjetë është Velekinca e re që o arpi, në arpi Kamosit, po pa marrë parasysh shqiptar janë këtë. Fshati e ka një qarkullim shumë të madh. Shumë. Se i ka do fabrika këtu poshtë, tani ka shumë fabrika ka të mira i ka Floidin, e ka Telegrafin, i ka shumë do fabrika. Brenda fshatit a? Qëtu, afër, në këtë pjesën këtë. Bëhen me Velekinc a jo? Po, me Velekinc bëhen. Po, jo, mirë, mirë është, mirë. Kushtet janë, do me thonë, kushtet janë shumë të mira, po, ta është si cili po këqyrë ma mirë. Po. Me banorët me që janë të ardhën prej shumë vendeve, shumë fshatrave të ndryshme, a njihni me gjithë që shkeni raport? Po, mirë, ty be mirë, kundra qyshjonarë këta, mirë, sillen mirë, edhe na sillen mirë, ashtu e kemi raportet
Targati se ju më bëhe edhe miqasi mes veti, shumë mirë. Po se mundeni mu martu. Po mund, me qashtë Apo mirë. martuan e Jo, leheqen? deri tash jo. Deri tash nuk jam martu. E mos tash ndoshta edhe martuan, po deri tash jo. Ta trit nuk po vesin. E po që zvesin e t'i grajnë që shdojnë vetë, që me bo? Po, disha mi obo pyetjen, ju e shenit arsyeshme, do thot me jetu dhe me vepru në Kosovë. Ka punë sa dush, jo me lënë vendin. Sa dush, unë për veti që gjithë ditën rri, punoj, ma kam punë sa dush. Që punëtorinë e kam me kushtet shumë të mira, është me kreti kam. Toka, sa po punohet? Toka po punohet, vallaj, unë, në përgjithësi, unë moj edhe një 2 lopi moj. Në dhe atje në shpe? Po, mas kohës punës, mas orarit punës, i moj një 2 lopi kam, tomël ka pak shas, që shto një faridare, edhe këtu një rogë. Edhe një rogë ja marrë maçinat ja bi, këtu ja ndreqi, ja qaj, që shtu. 3 roga, do me thonë 3 roga, kush do me jetu, ma mirë se në Kosovë nuk ka kërkon. Shpit tonë dhe je, nga të fëmijëve to je, që ka ma mirë. Ju në përgjithësi jeni njerëz mikpritësa. Besoj që po, besoj që po. Në Gjilan të pakten këto e kam kuptu sa herë e kom marrë me gjirime. Ti mund me vlerësu ma mirë se une, po edhe une i vlerësoj se gjithmonë kam me popull, kam punë. Lëvizje me gjenerata të reja, të moqme, pa marrë parasysh, kur punon me popull, i vlerëson, po edhe ti dush me i vlerësu ata, se ka qëshit, raste qëshit, punë qëshit, do të me pas një bashkëpunim për me jetu i lumtur. Po, nga e gjithë kjo sa po arrin me kuptu që po përcilën traditat edhe tek të rinjt. Po, besoj që po. Besoj, në kohën e arshme, teri tash, ka shku si me 2 mena, ma mirë jashtë, ati se po dalin jashtë, kur po vjen ai me kertë mirë, po lakman. Kur kthehet këtu peshe që edhe këtu mund me jetu. Jeta gjithçysh është, ha? Normalisht. Pak edhe çështja bën. Po, pak izmetin, ja bari, ja s'ka fjalë, s'ka. E kishit vetëm shkollën, xhamin, po diçka tjetër keni brenda fshatit? Qendër mjekësisë familjare? Jo, nuk kemi. E kishit më duket më larga? Po e kem qendër, po nuk o larg, nuk o larg. Në thom drejtën, nuk o larg këtu, pas 2 kilometra si ka. Mirë, ka të unë përgjithësi veni mirë është. Unë për vetim do këtë i mirë, nashta tek jam rritë këtu e jënë lindë, tash nuk i di si cili ka ato metodet e vete. A ka diçka që duhet me pas fshatin me patjetër, po që momentalisht nuk e ka? Ndonjë investim, kështu. Vallaj, tash për tash, zbesoj, rrugët e mira janë, ujësjellsi është, kanalizimi është, shkollat e reja është. Energjia, po. Energjia, po, vetëm vullnetin punë tash. E thatë që keni fabrikën e fluidit edhe? Fluidit, telegrafit është, po edhe një e goshës është një për hekra diçka, veç 3 fabrika. Ha? Po zejtini, po zejtini se ata 3 vllazën janë po. E tash po më intereson aty stafi, a janë të punësuar nga ky fshat apo vende? Vallai janë të punësuar edhe të fshatit, po tash çish po gjojnë ajo privat. Shpengon. Ka ndonë merr. Po ka ndonë valla ç'është valla vëll mirë po thu. Ka ndonë secili mbas dëshirave të veta. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë e kofshnosh. Na bani halal se. Faleminderit shumë. Jo, më çish jo faleminderit shumë faleminderit. Po vazhdojmë me çtemi, andi e ki parasysh që do të një kujdes shumë të shtuar. A? Sën e kalojnë asat? Jo, sën e kalojnë valla, sën. Sa të mirë janë. Të respektum shumë janë. Po kalojmë. Zdi se më të u bora ha diçka sot hesh një 50 bluza i kom vesh për fund. Por që ju e dini, unë e sjelli pranverën shumë herët. Bona e posh një reze, o kry mua beti. Se gjak mu kam bo që të jok në trosha. Më nem edhe mi qu. Sa e bukur e pjesa që isha duke ju të regu ma heret, po që ja vleti që ndrova rrugën edhe takova një banor shumë të mirë, edhe të respektum. Tash po shkojmë tek pjesa e xhamis, po i marrëm pamjet e fshatit, shtepit, rrugë, drogicat. Një objekt shumë i bukur, shefe ku e kam bosh trafologun, Gjelecina, Shqiponia, Plumba,
Po mendoj. Para se me komentu xhamin, jem të i po edhe kamionat rend me rend, sa njerëz punëtor, edhe atë parkimin e kam bota tamam kështu, poster, mirë, veç behonja se është qetë. Gjithë këj fshat jem të i po një banur atje. Apo nëzitujmi të morë mëre. Edhe një tjetër marketa, je mbyllë valla po ndo këtë është. E që pas ka kështu logon e marketit se mbyllë po që e drynin. Ша nuk punon tash për gjatë ditës, vetëm bas iftari. Pa, sa fshati poster. Për mrekulli. Shumë bukur. Verës këto e di që të knoqet loqka e zemrës. Edhe një tjetër e rrjedhje ujtë, po afrona pak për që të sej trunin. Sa bukur. Perfekt. Fshatin do munduemi pra si që dini në secilin fshat në pika kryesore me pasqyru, se fshati është me të vërtet shumë i madh, nuk në lejon as minutazha, jem të e po që të më kanë qut do flok në hije, se ku pas kohë po frynera, kështë kejtë po mi prish. Edhe shportat e mbeturina këtë të vendosta, bidonat, nëse i dohen dikujt. Atë morëm një të bukë shumë të ujë. Sa e bukur kje pomja këtë afer malit. Një mal kështë i vogël, i lezetshëm. Pra, pozitin e ka kodrinë romalore. O banur ku jeni, pa e di sa jemi lodh. Tu mundu me gjetë njerëz. Kur është fshati shumë i madh, me shtëpi shumë, vjen keq nëse nuk takojmë banur. Por që edhe në ato teme po e bëj, po mundona në maksimum, por që nuk është fajim. Unë e lodha të me pushu pak, po të mundon Ramazani. Që të isha ullë, vëllaj kisha nejt, a ullin pak, se s'ja ka po hajrin kërkosh punës. Veç aj që punën. Pse apo ta dhe shefja, pa qëfar ditmi. Dhe se të gjonë një matë mirë, as nuk të nje, as nuk dhe që u kona jerbili. Po presim këtë, mos po del në i kush. Edhe pse ta shu hiun e, oj, zoti shpis. E po është bridikun një banur, po se ku miku, nuk e di. Amo këtë, hyna me qëllim, se po më pelqen shumë kjo pjesa, ti janë të rrësh aty, që ka me të bo? Po pas ka uj. Po shoj pak qëtë. Nërhijet mollës. U këthyem pra me qëtemi nga kjo rruga që ishim deri në pjesën nalt. Nuk është që e takum as një banor shefe një bukurin që e ka fshati. Një fshat shumë i bukur, si dhe mos kjo pjesa. Përshëndetje! Si jeni? A jeni mirë, a jeni lodh? A mundemi me bisedu 2 minuta? Për fshatin. Kjo villisa shumë e vjetër është kja. Kjo është para Gjilanit. Apo na e na këtë ardhëm atë, një shkime në të ardhëm në më thonë prej. Që sa viti jeni të ardhëm? Po, ta shërë për maslutës, me shumë të për maslutës dhe më thonë pjesa nalë që ka është. Pra, sa rrita me kuptu është Velekinca e vjetër e re edhe, a pa tjetër? Ja, s'ka. S'ka, se, dhe më thonë ju më thate e për me. E njëjtë është. Po, se ta është u përzi kretë Velekinca e vjetër. Po të në gjitë, veç më thonë që më këtë në gjitë me është, më thonë këtë. Investorët, dhe më thonë këtë moti ku këta vërë kanë edhe paguinjeni që e banë mirë baqen e fshatit. Po këta paguinjë. Kam pore këta kërë, minë sa janë. A është vetëm një person që e mirë në bom fshatin? A është staf kështë? Vetëm një, edhe arrin kretë kështë me pastru. I lumt, po i merë ka paret halal, e paguhet nga ju banorët? Ka unë nga na ju, për në kisa fshati vjetër dhe më thonë e paguin këta na ju. Po, e kisha këshën përgjësi nga banorët paguhet, po. Bergata? Së dikun i ka dikun 200 shpija, kja që shto. 200 shpi? E ajo ati naltë? Ja, ka ma shumë. Ajo ka ma shumë? Ma shumë ka. A i në orë ka mos.
kush ka mujt pika mosit. Nga cilat vende keni ardhur më shumë? Apo kishini kon të rrethit Gjilonit? Ja, ka në Skamerincës, ka ma shumë në thonë që janë Zarbencë. Zarbencës ka ma shumë. Kanë ardhur para shumë viteve, a? Apo mas luftës? Ka mas luftës janë, më tepër mas luftës janë. Se do të hi me folë të këndijem që Sot jo pranov, faleminderit për kohën, mirë. respekt, çdo të mirë. Po vazhdojmë. Jo, nuk jem të citë. Sa thot? Po vazhdojmë kështu, po shkojmë këtë pjesë këtej. Përshëndetje. Si jeni ndërum? Ajni mirë, ajni lodh? Apo ju pengoj? Si Jo, je? më të mund puna. Dorontine, faleminderit, e vlerësoj. Mirë jeni? Mirë ketë, Përshëndet familjen. ketë mirë, Që shmo hasë. kalon në fshat, hajde tu hic. Mirë, Tu mirë, bisedojmë. ketë mirë, hasë nësë. Qa po bëni, a qa po vyni? Allah, që ka pak të punu, Allah. Qa po punoni? Tu do të zotë që ti jam të këshyte, jam të falimin e kinës. Veç që ma ka dole se mush Po në të frim. tani, Mos tani në sa të mund të shpejt. e do të jam të këshyte. Ku i të shku? Punë jam të këshyte. Pun? Qfar puni bëni? Do lopi këshyte, do lopi. Shumë mirë, dikujt, a? Po, Sa janë aty numri? Allah, e ndërë. Kishëm? Ko shumë, a? Ka, një pas më të frime, ka një më shkoshi ma shumë. Shumë mirë, po lodhesh? Jo, që asë nuk ka punë që asë më losa, sa vetë pak ma shumë, pak punë. Arën gjatë gjithë kohës Ta si- aty, apo shkën Jo, kështë kohë pas kohë? Në dhejtë, në statë shkoj, te kanë dhejtë, ta shkoj te kanë te ta nonë. Po. Do të kohë pas kohë shkën Po. kështë, po shën pak. Po. Shumë mirë. E ki largë? Jo, nuk ka laksaç. Shati për ndryshë është shumë i bukur, me një sipërfaqe shumë të Sot i madhe. mira, nuk ka kes, Po mira. jetohet? Mirë. A e kam braktisë fshatin? Jo, Po shpejt dite me jetë, se tha jes, po jetë si shpejt. Mm. Po, ma ka dole, hajde të shë. Qashtë. Qashtë. Se thojnë kush të i njek këta që po jetësin sa kështë. sto me vend e kia. Falemnderit. Për çka veçohet fshati Velekinc? Njerëzit si janë? Mirë njerëzit. A e njerëzit e urtë, but, të Tut mirë? janë, tut. A ka njerëz vështirë këtë? Ka valla shtir ka. Unë jam edhe ma e vështirë. Po, a? Po, valloj. E di që ka o tjetë ma stira. Po thua. Vallaj, po. Te ka ka stin drejtë në kuti. Po, në shishe. Shishe Po ka mirë, thë. ja ka bo. Po të se ta ishe du të shti, mësme. Diko mos me dalë hetë. Po, mësme dalë. Koft larkë, se a jemi Po. Ramazan? Jo, nuk jam të një nuk. Pse? S'po mundesh Po apo? mund, edhe të të e shkam. Po, e puna, a e ki po. larga punën, a e ki larg? Pak largës, po i mësu me hesën e. Shumë, po i riqen ke, i fort, po pse mos me ecë. Po dhe. Komuna sa ka bo për fshatin, çka ka investu? Po doj, mirë ka bo, nuk ka keq. Ka nevoj diçka me pas fshati, qa kështë Ka pas në dëshirë? vallaj, da lugjen pak si gropa, minec. Ka. Po. Këto janë rrugë që janë shtru nga pas lufta, apo? Po, pas lufte. Aha. Edhe tash e ndeni me këtu. Po. S'ka dikush me bon ndonjë ndryshim, ndonjë Ja, kur rindërtim kështu. Ja, kur kush e s'ka. Shtëpit e bukura këtu, banon dikush? Tu, Qimi të i po, a jenë mërgot? ja, këtu i banun, duke të banun. Banoj, a? Po. Aha. Mërgota, a ka investu diçka në shatë? Allah, jo, Si ka ndimu kur gjo, a? jo ku gjo. Po pse oj mërgote doshtën? Po qëni more pore? A, po ju thë mirë. Dy të kërë, A martoni me zveti? ja. Ja, me zveti s'matomi. Edhe pse mundeni nuk martoni. Ja. Po. Si e filloni një ditë këtë në fshat? Këtu e fillu mi mirë. Po të falenderoj? E së fa mes. Ndodhemi, shefeni se ku ndodhemi në një pjesë shumë të bukur të fshatit prapa meje. Çka thoni ju mjullo veç me pomje? Veç ka e prishën e këtë bukurit të fshatit. Çka po më duket është, qa është qaje për qatje largë? Qa mundit me konë? Rëmbullak? Ha? Energjia solare. Ja, nuk e di. Fabriku kone mishit. Edhe është. Ondi po thot fabrik e mishit. Po mirë, po e një Gjilonin bre ondi, i e kam shtin dyshime diqka. Qka jeti o... Munde me thonë, jo që është ndër fshatrat ma të vjetrat kësaj komune, po për gjatë rrugtimit tim nuk po ja vendosi piken, po më duket edhe ma i madhë se Zhegra. Zhegra, sa e diun, është i madhi, i pari,
I modhi, por i humanisti. Se ti pse më ndërlidh kështë pa doshje, por që e ka një sipërfaqe shumë të madhe, na duhet edhe një herë me ardhë. Na duhet edhe një herë me ardhë në këtë fshat. Faleminderit që ishit edhe sot me ne. Kjo ishte e gjitha që e kemi sjell sot për juve nga Velekinca e bukur këtu në komunën e Gjilanit. Takohemi në fshatin e Radhës. Deri atëhere, mirëmbëjtje!